Rreshtet me intensitet të lartë që përfshin disa zona në qarkun e Shkodrës krijuan një situatë përmbytjesh në qytetin e Koplikut. Mbrëmjen e kaluar si shkak e rreshjeve ka pasur edhe përurje të shumta ujërash, duke sjellë me vete edhe inerte, çka shkaktoi një situatë emergjente në këtë qytet. Pas ndalimit të rreshjeve dhe ndërhyrjes së emergjencave të Bashkisë Malësia e Madhe, u bë mundur largimi i ujërave që kishin përfshirë rrugët kryesore të qytetit. Do të një natë me parë qytetit e Koplikut të përfshi nga rreshje intensive shiut, duke përmbytur dhe qytetin. Ditën e sotme situata duket e qetë, uji është larguar, ndërsa qytetarët thonë se përmbytjet nuk shkaktuan dëme as në banesa dhe në njësitë hektare. Uji ka pas baja gripa, ka punu, kanë ardhur punëtorët e bashkisë kanë bllokuar komplet, para në punë deri gryta nena. Edhe i kanë bllokuar kanë 3-4 orë bile që kanë punu aty, kanë filluar te bashkia këto kanë kryer nena. Në fije pa kaluar na kanë, po atë u zbllokuja. Ja, për dëgjonë s'ka bëjnë. Ka shumë shi, po ndonjë problem s'ka pas. Ikën, është sistemi kullues është funksional. Në dijenin time s'ka pas ai problem. Jo, unë qysh se jam ullë tonë, dhe me thonë krejt në regull me kohë me tëna. Ka pas shumë, po këtu mbrëm ka problem, po iku, vetë do t'iku ja. Këto janë përmbytjet e dyta në pak ditë që kanë përfshirë qarkun e Shkodrës. Një javë më parë zona Vaudesi dhe zona në Shkodrës u përmbyten nga rreshtet e shumta dhe vërshimi i përrojve.